Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet. Do ndalemi përsëri tek zhvillimet e fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku rikthimi i Eglit në shtëpi ka sjellë jo vetëm reagime të forta nga banorët, por edhe përplasje të hapura, veçanërisht me Gjestin dhe Rozanën. Por a ka luajtur Gjesti me ndjejat e saj apo thjesht ka ndryshuar mendje? A është Egli xheloze për raportin e Rozanës me Gjestin apo po luan ndërkaq një lojë strategjike dhe megjithatë kush po del më i fituari nga këto përballje? Do diskutojmë sot me psikologen Manjola Daci. Manjola, të përshëndes. Ju përshëndes dhon. Majola, për ta nisur me atë që unë përmenda pak më parë, si mendon, a ka qenë Gjesti i paqartë me Eglin apo thjesht ajo pra e ka lexuar ndryshe sjelljen e tij mbasi doli nga ajo shtëpi? Domethënë Gjesti gjithmonë ka pasur një qartësi në vetveten e tij për të ritransmetuar ndaj Eglit. Ndërsa Egli është ajo e cila nuk e ka kuptuar situatën kur ishte brenda gjatë qëndrimit të saj brenda, ndërsa kur doli jashtë e kuptoi dhe gjeti një situatë krejt tjetër, e kuptoi se si ishte Egli që ishte brenda, që qëndronte brenda në format. Dhe duke qenë se ajo pa një kontradikt, domethënë lexoi dhe mediat dhe mesazhet dhe analizimet që janë bërë në për media të ndryshme, kuptoi që ajo ka qenë, domethënë, e ka kuptuar vetveten që kishte një gabim ose një kontradiktim ndaj vetvetes së vet, një pakuptim, një paqartësi, edhe mund ta them dhe këtë pjesën tjetër që e ka përulur veten ndaj Gjestit, përpara Gjestit, domethënë, dhe ka pasur dyshime të shumta ndoshta pasi doli dhe e kuptoi situatën në cilën gjendet kur ishte brenda dhe e kuptoi situatën në cilën tani kur që u rikthye me të vërtet, pati një rikthim të vrullshëm, nuk më pëlqeu shumë, pavarësisht se unë kam thënë gjithmonë se Egli bie në kundërshtim me ato që i paraqet me gojën, në fjalët, ndryshe me veprimet. Është një vajzë e zgjuar, është një vajzë që më pëlqen në formulimin e saj, është një vajzë që më pëlqen ndoshta edhe në disa raste, por nuk më pëlqen domethënë mënyra e qëndrimit për vetveten, e qëndrimit edhe për marrëdhënien që ajo e quan një marrëdhënie çiftore, sepse asnjëherë nuk e kam thënë që ajo është një marrëdhënie, dhe unë mendoj se Egli e kuptoi të vërtetën dhe tani nuk më pëlqen se pse Egli ja paraqet Gjestit të gjitha fajet kur Gjesti në këtë raport nuk ka asnjë lloj faji. Me të vërtetë i ka pëlqyer shoqërimi i saj, më shumë e ka pëlqyer si shoqe, se sa të ketë një marrëdhënie me të. Dhe kjo këtu nuk e ka dashur domethënë ta kuptojë vetveten, jo se nuk e ka kuptuar edhe kur ishte brenda, ndërsa jashtë e vrau opinioni publik, opinioni mesazheve, opinioni analizimeve të ndryshme që ju kanë bërë. Për Gjestin unë në këtë raport domethënë e përgëzoj sepse ka qëndruar një djalë i cili që në ditët dhe në kohët e sodit që kanë ardhur asnjëherë nuk kemi njerëz kaq të sinqertë që të paraqet, madje ka që edhe shtirën dhe të thojnë të dua, por nuk të dojnë, të ndjej, por nuk të ndjej, ndërsa ky gjithmonë i ka paraqitur ndjenjat e tij, ja ka paraqitur në sy, ndërsa kjo tani kthehet një egël me një vrullë e cila nuk po mundohet, por nuk po din të ndalje vetveten e saj, në sjelljet e saj, në veprimet e saj. Mundohet të ketë një largësi ndaj Gjestit, por përsëri po e rikthen atë largësinë, por e kthen me një zymtësi, që nuk më pëlqen. E qartë, Manjola, ndërkaq ka pasur Egli, po them, pritshmëri të tepruara ndaj Gjestit apo i ka dhënë arsye për të besuar ndryshe në këtë situatë? Ka pasur pritshmëri të tepruara, më shumë i ka dhënë arsye vetvetes se sa Gjestit, i ka dhënë arsye vetvetes së saj që ta besoje marrëdhënie në cilën nuk është marrëdhënie, ka dhënë arsye të besoje që shpesh herë edhe Egli vetë e citon se Gjesti më ka thënë, domethënë me veprime më ka afruar dhe më ka treguar sikur ai ka ndjenja për të, ndërsa me fjalë më ka thënë, më ka treguar të kundërtën e kësaj. Por Egli nuk ka dashur të besojë vetveten. Egli nuk ka dashur të bie domethënë në razi me vetveten e saj, me të kuptuarën e saj, sepse Gjesti gjithmonë e ka paraqitur atë mënyrën e tij, pa e gjithmonë e ka paraqitur të vërtetën në raport me këtë vajzë. Dhe unë mendoj se asnjë lloj lëndimi nuk e ka kjo vajzë nga Gjesti. Madje mund të them dhe e kam thënë dhe rradhve tjera që edhe vetë Egli nuk është se është e dashuruara shekullit me Gjestin. Egli ka diçka të paqartë, unë them se Eglit e gjithë gjendja emocionale që është prekur i vjen nga marrëdhënia që kishte më përpara, i vjen nga mënyra që e ka përjetuar ndarjen e marrëdhënies që kishte me X person, që nuk duhet të përmend emër të dy, duke qenë se nuk janë, dhe jo si i ka ardhur kjo
lloj gjendje emocionale, kjo lloj gjendje psikologjike, ky rendim që i ka ardhur i papritur nuk i ka ardhur nga Gjesti. Thjesht Gjesti ja përforcoi gjendjen e saj dhe e nxori në pa gjendjen në të cilën kjo ndodhet. Por kësaj ja nxori vetvetja e saj, por kjo ka pas Gjestit që nuk më pëlqen. Duke parë dinamikën mes tyre, Manjola, mendon se Egli është vërtet e lënduar apo thjesht po luan një kartë viktimizimi? Egli është e përzirë, do më thonë Egli është e përzirë tani dhe me ndjenjat e saj, por edhe me mendimet e saj. Egli nuk po e kupton, do më thonë qartësi brenda vetvetes së saj. Egli tani don dhe të largohet, më të vërtet të largohet nga Gjesti, por ndonjëherë bjen dhe në kontradikt me ndjenjat në të cilet ajo i paraqet shpeshherë që unë kam ndjenja për këtë djalë. Dhe Egli do më thonë jo se është apo nuk është, apo din apo nuk din. Egli thjesht e ka mbetur, do më thonë e lëvizur sa ande sa këtej në këtë marrëdhënie. Nuk është se po i vendos një pikë vetvetes së saj, pavarësisht se pika e kësaj marrëdhënie unë kam thënë dhe e them nuk është çift. Këto do të ishin shumë mirë, po të ishin, do të ishin shumë mirë, do të ishin shok aty në atë lojë. Se më të vërtet, Egli një vajzë e zgjuar kishte çfarë të jepte, ndërsa Gjesti kishte veprimet e zgjuara. Jo mënyrën të folurit, po veprimet e kishte shumë të zgjuara dhe do ishte një bashkëpunim në mënyrën shoqërore do më pëlqente. Ndërsa në mënyrën çiftore nuk jam dakord me to, po shohim këto rezultate negative të cilet na i ka sjellur po vetë Egli, pa përfshirë Gjestin, pavarësisht se përfshihet në këtë marrëdhënie. Por Egli e tillë tani po paraqitet, uroj ta